Top Albania Radio. She's on air. Edhe na shi nga televizori re. Mirë? Më orë është? Mirë. Ha. Ha, marrë. Ha. Ciao, Shimish. Ha, të du kohë. Ciao. Ke folur me Ilirin ose me familjarët e Ilirit, do me thënë kemi ndonjë informacion se pse çfarë ndodhi me Ilirin për të marrë këtë vendim? Po, kam fol edhe me djalin e Ilirit, edhe kur kam dalë vetë, që i dola më ka shkruaj në karë më ka taku, kam fol edhe me Ilirin, që, sepse me djalin e Ilirit do shë me shkuj vizit të ai, do shkoj me që është e Iliri atë të takoj, po di me thonë që sa kam qesh me Ilir Venozin, s'kam qesh të 20 vjetë. Do ta falenderoj shumë. Se no, mos qaj. Ai edhe për vetë se si e ka jetën është një njeri humanist. Ne patëm një diskutim parë me Senon dhe unë i thash i shpreva një diçka. Unë mendoj që në lojë ti do e kishe ngresh shumë, edhe kur ishte momenti mund të ishe pikërisht ti sepse loja të çon në atë pikë që je ti që mund ta nxjerrësh jashtë. Edhe ti më the që ti për Ilirin, po t'ishe përballë me këtë gjë, do kishe lanë shtëpinë për Ilirin. Edhe patëm jo një debat, po do të thashë loja është kjo. Më shiko, unë dosha me shiu, dhe nuk shiot më bukur se të qesh, të majtë shokët afër e jo të i hellë. Unë s'jam as loja e nga kuj tjetër, s'po i përmendi me emra. Unë thash, unë du me shiu. Nështë unë kam nevojë më shumë se tanë për çmimin, se po dhe më thonë, unë aja që mund më kënaqë është e qetësia shpirtit, humori. Ti do kishe lanë vendin tënd Ilirit. Pa më të vogël ndryshim. Shumë interesante është kjo shoqëria mes Ilirit dhe Seno, së krijuar në shumë pak ditë brenda shtëpisë. Po më kallon shumë atë ditë. Djali i Ilirit nga ana e tjetër është interesante se si e ka shumë për zemër Senon dhe kur mori vesh që ishte pjesë e i ftuar jon në Shizoner, na ka dërguar një video mesazh për ty. Përshëndetje të gjithëve, jam Ilir Vrenozi, besoj tani e kuptoni djali ku jam. Jam djali i Ilirit, do të bëj një përshëndetje speciale për gjithë ju që po na ndiqni, gjithashtu edhe për të gjithë banorët e brenda shtëpisë Big Brother, por një përshëndetje të veçantë kam për Senon aty, po ku je o gomar. Dua të them që realisht ishe risia edicioni pika më pikante së bashku me babin aty. Dua të të falenderoj për çdo moment të bukur që i ke dhuruar të gjithë teleshikuesve. Dua të të falenderoj për çdo kujdes gjithashtu që ti ke treguar ndaj babait tim. Dua të them që vërtet ishte ai momenti relaksit që çdo shqiptar kishte nevojë të shikonte në disa momenta. Do të them që aty brenda ti tregove një anë ndryshe që mbase çdo shqiptar e ka por nuk e tregon. Kështu që i jepi forca, vazhdo para në çdo gjë. Big Brother ishte një gjysh shumë e suksesshme për ty. Ti tashmë ke fituar Big Brother-in tënd pasi ke fituar zemrat e shqiptarëve. Kështu që jepi para, unë të falenderoj për çdo gjë. Dua të them që përfundimisht në këtë Big Brother përveç babit ke fituar edhe një tjetër shok shumë të mirë, i cili jam unë. Të përshëndes. Po, shumë e bukur. Në fakt ne nuk e dinim që Iliri do lindte shtëpinë edhe kjo ishte goxha ka ardhur ditë më përpara si video. Edhe Iliri por që dua të them që i ngjan shumë Ilirit. Është fikse Iliri, thjesht Iliri është ullac. Ata kanë qasynin më të seancës. Unë do bëj një lojë me ty. Shumë të shpejt dhe kemi titulluar banorin me një fjalë. Unë do të them emrin e një banori, domethënë nga Big Brother VIP 5 dhe ti do ta përshkruash atë me një fjalë ose epitet, domethënë si të vi ty. Okej, fillojmë? Po. Kristi. Bajam. Casey. Don Juan. Miri. Skemagji. Selin. The Queen. Brikena. Gjinkolla. Iliri. Mallështor. Lorna. Luanesh. Lore. Pantera. Mali. Mali luftëtar. Mateo. Bodybuilding. Juela. Che bella. Stelina. Balerina. Stelina i bani për aspirina. Ina.
Ina. S'ka e vëra? Se ke njoh nga afër Inën, kishte dalë kur ti. Unë kam Po mirë, mendoj se situata dha goxha për të pasur një opinion. Një fjalë për Inën? Çfarë ndjesie të jep Ina? Një si. Po tekst. Okej, Stenaldo. Lojtari më superior me ka artikulimin më të madh, po. Kjo ishte loja jonë, faleminderit për fjalë, domethënë shumë i shpejt. Më pëlqeu shumë Juela, ishte shumë. Unë thash se do thoya për Kristin skuth, si e thot Iliri, skuth edhe atë po prisja. Aja dihet po thash. Jo. Okej. Bajame po e pjekur apo e pa pjekur? Bajame e kolbën. Me cilin nga banorët nuk do kishe më fare kontakt edhe pas Big Brother VIP? Me tonë du me pas kontakt. Se në tha që interesante. Do t'i takoja të gjithë, madje edhe Kristin. Mua më duket goxha interesante në fakt. Po tash je jashtë. S'mund ta gjykoj Kristin unë për lojën që ka bëu aty, sepse mund jashtë mund të jetë shumë më mirë se tan tjerët aty. Po kur ishe tani nga jashtë, kush mendon se po bën lojë më të fortë apo më fake? Në formë objektive. Ma fake. Se ditësh, dhe me thonë që Selina po më pëlqen. Mënyra se si volun. Mali ashtu rebel që ashtë më pëlqen. E du. Edhe Juelën pa tjetër. Juelës si po duket loja Juelës? Shumë mirë, është vajzë që rrin te pjesa modestisë edhe argumentave. Unë dua ta zgjeroj më shumë këtë pjesën e Juelës, kështu që do kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Okay.